Një investim i rëndësishëm për përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm ka nisur në njësinë administrative Trebinj të Pogradecit. Projekti përfshin 8 fshatra të zonës së Mokrës, Guri Bardh, Dunic, Kalivaç, Podgozhan, Pelevan, Malin, Trebinj dhe Pleshisht, dhe synon të zgjidhë një problem shumë vjeçar që ka prekur rreth 4500 banor. Projekti realizohet nga Agjencia Kombëtare e Ujësillësit në bashkëpunim me Bashkinë e Pogradecit. Kryetari i bashkisë Ilir Xhakolli, gjatë një inspektimi në teren, deklaroi se ky investim i jep zgjidhje përfundimtare mungesës së ujit të pijshëm për zonën. Punimet kanë nisur prej disa ditësh me vendosjen e rrjeteve moderne të tubacioneve që do të garantojnë furnizim të vazhdueshëm e të sigurt me ujë të pijshëm. Paralelisht po ndërhyet edhe në infrastrukturën rrugore të zonës për të lehtësuar qarkullimin dhe përmirësuar jetesën e banorëve.